Bedim Bedini? Vëzit Sila? Lula Hante? Dhe Rej Moxha? Adere ju urojmë suksese, unë të mbarë. Andi domi, urlorë të suajnë Ljubljanjë. Jo, janë në Vlorë të gjithë ata. Janë në Vlorë ata të gjithë. I ka qu bujarin në Vlorë krejt. Tu vetëm 2 vetë janë. Ka mikrofon, për atë parë, faleminderit për besimin. Është një përgjegjësi e madhe për mua, por edhe nder, por kjo shoqat funksionon bashkarisht. Në qoftë se nuk është mbështetja juaj dhe në qoftë se ne nuk rrisim numrin e anëtarësisë, nuk ka vlerë në përgjithësi. Kështu që puna jone e parë është të rrisim radhën e kësaj shoqate. A do të pensionet? Ka komitetën? Faktikisht dhe fatkeqësisht këtë shoqat e përfaqësojnë vetëm brezi i vjetër, që është për të neruar, për të respektuar, që vështirë këta brezët e ri ta përfaqësojnë ashtu sa e përfaqësoni ju, por puna jonë duhet jetë edhe me detarët që sot janë aktiv. Duhet një trashëgimi. Në qoftë se ne nuk i këshetojmë brezat, ne jemi të humbur si shoqat. Kështu që puna jonë do jetë me njerëzit kryesisht, me antarë të shoqatës, të arrisit të shoqat dhe që të njihet kjo shoqat. Atë që ngrehet problemet, por nuk është aq e lehtë. Kuptohet sepse vazhdimësia do jetë e vështirë, por rrajat do të ishin një çik më të fuqishme që ne punoshim me mënyrë. Por kontributin them që do mundohemi në maksimum. Kështu që me mbështetjen e juaj ne do të jemi. Jo respektoj gjithë. Ashti? Për gabimet e pensionit. Mirë që ne bon gabim të që i bon këto. Normal e jo. Po i që i mylli me 32.000 lek vjetra, ka që vite punë. Me këtë profesor si kandariste ka punë për kanit. A i që i ka mylli herë, a i që atje ku myllën, si se ka ratroni të ishte, ore 32.000 lek. Ka mori 102.000 lek bërë rrugë. Nuk është vlerësuar nga e punët e tarë. Fatkeqësi e madhe. Fatkeqësi e madhe. Jemi për të neruar për të respektuar të parë. Jo të tjerë që se kjo është një pjesë që do ta kemi zanafillë për këtë. Ky uniteti jonë më burë, se ne me vërtet jemi kaq, po ne i përfaqësojmë dhe ato tjera. Sepse absolutisht. Dhe pëlqeu fjala jote për ngritjen e numrit të shoqatës, sepse po të them rimonqatorët, pilotazhet, peshkatarët që po punojnë deta punë, se mos jenë gjithë detarja. Jo, nuk është më edhe detar, por tjetër që do të shohë detar. Do ta shtrive edhe në shkollën, studentët dhe vetë studentët. Pëlqeu ajo. Ai atje e ka qenë, jo këto. Absolutisht, jenë gati për çdo moment.